Përshëndetje dhe mirë se erdhë të gjithë ju të shenjës peshqive. Do bëjmë një mesazh për ju dhe kjo është letra që është taksur për ju dhe është ylli të dashur. Është një letra, një nga më të butat, shpresëdhënëset dhe të ndritshmet në tarot. Mesazhi i kësaj letre për ju të dashur peshqi: shpresë, rindërtim, qetësi pas stuhisë, udhëzim nga drita e brendshme. Kjo letër është numri 17 dhe 16 është kulla që rrëzohet, gjithçka vjen pas shëmbjes. Tani që gjithçka ra u shkatërua, është koha të ndërtosh me besim të ri. Të dashur peshqi, personi apo ju të dashur që merrni këtë mesazh tregon jeni duke u shëruar pas një periudhe të vështirë, duke ndjerë një Zot të mbrëmshëm që ju flet me butësi, me qartësi dhe me sinqeritet, gati për të besuar sërish tek jeta, tek njerëzit, tek vetvetja. Çfarë duhet të bëni të dashur peshqi nëse akoma nuk keni rritur këtu dhe jeni aty te kulla para kësaj letre? Të mos dorëzoheni edhe nëse s'ka prova apo nuk duken rezultatet dhe nuk ka sikur shpresa po e fton apo sikur shpresë nuk ka, por ajo është përpara dhe po ju fton. Të lidheni me energjinë e besimit, jo me frikën, të ndani dritën e juaj me të tjerët, sepse dikush mund të jetë më shumë nerë se që jeni ju. Të kujtoni se plagët e vjetra nuk përcaktojnë më, tani është koha e dritës. Do të thotë, çfarëdo që keni përjetuar është koha e rindërtimit. Edhe nëse s'ke parë ende fundin e tunelit, kjo letër të kujton, ti je drita që ke kërkuar. Absolutisht është një kohë e rindërtimit, e zgjimit, e besimit dhe plot shpresë që është duke u sjell. Pas çdo stuhie vjen kjo, ylli, një dritë dhe një shpresë të dashur peshqi.